Në 6 komuna ka përfunduar procesi i rinumërimit të votave, ndërsa është duke vazhduar për komunat e tjera të mbetura. Sipas njoftimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nga fillimi i këtij procesi më 13 janar e deri më tash janë rinumëruar 688 nga 2557 vendvotime. Zbulimi i mospërputhjeve serioze në votat e kandidatëve për deputet e detyroi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të marrë vendim për rinumërim të plotë të gjitha votave në vendvotimet e rregullta. Deri më tash komuna e Prizrenit për nga numri i manipulimit të votave, ku vetëm një kandidati janë hequr mbi 6.000 vota nga procesi i rinumërimit. Prokuroria ka nisur hetimet. Paradaljes në pas të problemeve me abuzimin e votave për kandidat, KQZ-ja pati parapar 19 janarin për shpallje të rezultateve përfundimtare. Ka një vit që vendi është pa institucione mandat flota. Zgjedhjet e shkurtit të vitit që shkoi nuk rezultuan me formimin e qeverisë. E përmbyllja e atyre të 28 dhjetorit ka tejkaluar afatet e parapara. Kosova nuk ka buxhet të miratuar për vitin 2026 dhe për pak javë përfundon edhe mandati i presidentes.